Tani më jemi para një projekti gjigant si ta presidentja dhe kryetari Fatoni. Është spitali në Mitrovic, i cili përveç se do tjetë një nga spitalet ma moderne, përveç se do tjetë një nga spitalet më me infrastruktur po dhe me pajisje më moderne, do tjetë një spital që do të ofroj shërbime nga secila pjesë e këtij rajoni, duke përfshirë Mitrovicën jugore, Mitrovicën veriore, por edhe pjesë të tjera siç janë Bushtria, Skenderaj dhe jo vetëm. Në anën tjetër, shumë mirë e keni ju aty kur tash për investime në spitale, ne kemi bërë një analizë dhe përkundër gjitha investimet që mund t'i bëjmë në QKUK, fluksi i pacientëve do t'jetë shumë i lartë sepse një pjesë e madhe e pacientëve nuk i marrin shërbimet në spitalet regionale dhe tani më kemi filluar nga Prizreni, nga Peja, nga Gjakova me disa investime në Prizren më shumë, por do të vazhdojmë me çdo spital tjetër regional në mënyrë që secili qytetar në këto qytete të merr shërbime sa më afër dhe shërbime më të mira, që edhe të marrë më afër shërbimet, po edhe në anën tjetër të mos krijohen të llovit e zakonshme syt që janë në QKUK zakonisht. Përveç kësaj, jemi duke e studiuar dhe jemi në përfundim të studimit të analizës për ndërtimin edhe të 5 poliklinikave specialistike të tjera në regione